Oj, mbreza, t'jep nonan katon. E, moj gjoj. Edhe pjesë e kena bunonin me lift. Hajde, moj qik, hajde. Zëmrosh? A jena gati me shku me ble karocat e bebave? Gjef. Juhu, hajde të tof, hajde moj të tof. Hajde, boj, hajde. Tong. Asaj beksin, zdi diçka, i këshyrum krejt opcione që i kanë. Por mësi janë dy, do të me konë, që ndëgjova Cybex ishtë ma i mirë në shqitje, ishtë Cybex, Nuna, Bugabu. Unë e vrejt e vejtë, për shamë kërë kam një ditë shumë ngarkume, që shumë rejhin bebat shumë ma shumë se sa ditë normalja. Veç definitivisht për krejt që të vetë bujës që u bo që 3 jo pra i vjetë, i pare ftyrë publike që unë ka që mesazh Gjullë Mustanin që a fullin njerëzit pa vlerë, u konë ëllimoni. Po dhe, që te epizoda e parë, vedoti e boni për lëgë. Kush kish mendu që vedoti bjen nga që poshtë. Adin, po njëri qka është edhe e tregon vetën, a i veç vetën e ka tregu se unë që shi ku më thonë, shpesheri ku më thonë në për intervista, ti mund është me aktru 1 javë, 2 javë, o pa dollë boja e vërtet se len. Gjulli me 2 culla. Ja, gjulli me 3 puna e 2 culla. Ose gratë mundet me riprodu jetë. Edhe që shenë një vetë shumë rëtresht ku edhe jam tepër e gjumëtur, jam tepër e përmbushur. Unë po shumë gra që i kanë gjukëtën e madhë, po shumë pak qomsh. Po ka qika që kanë gjukëtën shumë të vogël, po prodhojnë tepër shumë gjim. Po këtë një të tojnë kur ti mersh fëmijë në dorë, ose bebe në dorë, që me konë, that's gonna be the most, që nuk ko krahazë me asë fjallë, as me ko gjukës. Hello, Red and black, I dress eagle on my jaws. Good to be in Albania. Keep my head up high for the flag I die. I'm proud to be an Albanian. Hej, se kjo është shtetik shqiptaris, apo? Bravo, ton! Përshëndetje. Përshëndetje. Gjuliana, që shi? Si jeni? Mirë. Kena arsat prej Prishtine, se ku dëgju që keni karrocat më të mirat për binjak, se kanë shumë karroca veç me një, po jemi 2. Okej, kjo pjesa këndej. Hello! Edhe sa mirë, po krej ka si Mercedesi janë. Po. Vete të jarë benzina, nafta qa. Jo, kjo është diamant, dhe haqër shumë. Aneksi shoqërohet, dhe me 6 pjesë, dhe me thonë. Edhe kjo maksikoza. Është maksikoza, 2 maksikoza, janë 2 ullëse sportive, dhe me thonë, përdorën deri 4 vjetë, plus është pjesa e shtratit, dhe me thonë. Apo, atër kanë qatë pjesën e shtratit ashtë tërën? Tash edhe kjo montohet këto, a? Që ty. Teknologja. Teknologja, ja, s'ka kajra. Jo, tepër e ka. Shpenzoj ka, ape hek edhe shapo? Duhet tash të tregësh pjesën. Tash bën të dy të shtratën, a? Sa nice. Që dhe këto? Wow! Hej, a i nëzon 2 bebat kur janë të vogël që to një, për mos mi bo 2 qësëna? Jo, pa tjetër dhe qesin do. Fa jemë su ata 2 bashkë me konë non-stop. Shumë nice, a ku e ki njët me nistë një? Ka vakt edhe pak. Po thua? Shumë nice, koka dzidë. Edhe koka shumë e bukur. Dhe pas ka vend, ko gjash shumë edhe. A din që ka pun përqe ma shumë ti? Se mi po që tu të mdoja, se Zvicër ko shumë Ata testojna. Hajde që ka merë qenin tanë, ku e kiloni me se që atje po kondi? Prit. Hajde dashuria jam. Hajde jeta jam, se po të një zonin në përkite. Hajde në të zë maksikozën të këshyrëm? Në të tau. Që sa i bukur ko kam bëjës. Hajde, hen që të zamra jam. Uen, love. Hajde, hen love. Perfekt. Këtu krimin e nëzën sa dush. Hop. Hajde. Nuk është gjithmonë e letë mja spjegu njerëzve që kanë ndjenë ti. E për mu sot që kemi orë në Charlie, se Charlie ka 2 pika edhe 1 pike ka në Zvicër që kena me shku me vizitu, së në atje ka me linë, po veç fakte që sot ku më vendos për karrocën e bebave të mija, është një disi shumë e veçantë. Edhe veç fakti që nuk konë ato për motrat e mija kur kanë ngellë 7 zonë, kur i kanë bli karrocat, kur shoqet e mija nështë ta kanë bli karrocat. Gjithmonë, kur kam shku në shpe, kam qoj qatë shumë, edhe i lutë qatë zotit dhe i sholla sa ma shpejt, edhe ne marrë këtë ndjesi me bli karrotat, se tesha beba më kom blenja 20 vjetë, e kam 2 valigje full
të bebave, qik djallë, nuk ka pat shumë rëndësi, po ma shumë qikave ku ble roba. Edhe gjithmonë çdo vjet, kur e kom bërë atë whiteboardin që flas shpesh për suksesin e një individi, një femne, një gruaje, gjithmonë e kom pat si pikë pyetje, mos si vjet është ai viti jam i ardh që bona non. S'ka not që nuk qaj pe lumturisë, pe gëzimit, edhe nëse unë muj me përçu një ndjesi të bukur përmes kamerave për çdo njeri që don mu bë prind, inshallah Zoti i bekon me evlad kushdo që ndron mu bë prind. Unë e di që ndoshta paragjikohuna shumë për vendimet që i marr, po unë mendoj që ndjesia më e bukur në jetë është kur ti je shef adënën tonë në një individ vogël që thret evlad tonën. Është krevati, domethënë, shoqërohet domethënë me 7 opsione. Është domethënë pjesa, domethënë prej 6 muaj deri 2 vjet, 3, domethënë mund të përdorë kjo pjesë. Ajo është ajo vogël. Pastaj është kjo pjesa prej zero. A vetë pak çto tek shirum se e mira është që sona që ka. Kjo bëhet çështo edhe tani bëhet çështo. Po edhe bëhet edhe për 7 vjeç me bë kështu një krevet për 7 vjeç. Po. Ç'është bëhet. E çka pjesa që sona. Shpeshherë mendoj që harrojnë që na jena mix i dy kulturave, dy shteteve të ndryshme dhe shumë gjuhave dhe përbërjeve të ndryshme dhe jo shpeshherë jena dakord me mendimet e gjeneratave të vjetra ose gjeneratave prindve tonë me gjeneratat e reja. Ndoshta edhe në qitë kolaps ka me pot me fëmijët e mi, po shpresoj që sa do pak ka mu mundu mi kuptu nga vim pse thojnë këtë gjë ose pse mendojnë kështu. Kështu që prindët e mi besoj që s'kam qenë fëmijë i lehtë me rrit edhe vazhdoj mos me kon i lehtë me kuptu, sepse gjithmonë familjen, shoqërinë, do të me konë një njëri që i thënë disa dabu që jo gjithkush ka pot guxime mi thy. Une e kam jetë telefonin mja qitë fmive, Beethoven e Mozart e kam jetë mja qitë. Kur kënon Gjuli, fmija kanë më mësu me folë, vesh mja bo balë mu! Shumë e bukur me ullan edhe pertin, që janë gjyshje dhe gjyshja filandes që na kanë rrit neve, na kanë jep tana mundësit që ata kanë pot mundësimi na jep që jenë konë shumë të mëdhaja, sa ata s'kanë pot fëmijën konë gjyshje dhe gjyshja jem. Ata më kam mësu me skiju, me patinu, me fish, me nxirr pesh prej detit, prej liçenit. Ata na kanë çup për parën herën për Estoninë, për qytete ndryshme të Finlandës. Ata na kanë mësu që domethënë kultura me lexu libra çdo ditë mas shkollës. Ata na kanë mësu anglishten, pak rusishten, suedishten. Ata na kanë eduku që do të me kuptu edhe mi pëlqy edhe njerëzit me kultura të ndryshme, me gjuhë ndryshme. Do thot njeri i parë që e kom thirrë për shtatzanika që në gjyshje jam finlandeze që i kom tregu që jam shtatzon, edhe u gëzu shumë edhe tha, inshallah nuk vdes, ajo është 96 vjeçe, tha inshallah nuk vdes pa i po binjakt, kur të vish filon që e kena njetë një janarë me shku. Are you 20 still, bro? Po bre? Wow, Pite! A dini me gatu muj? Jo, valla. Qysh muj nuk dene? A kishit martu jeni qikë që s'dhen me gatu? Jo, a? E kësha mësu dhe i vetë. Nëse ta në pite fëmaj në mutë, ha? Pizë, Pse do të bëjone pitën e Gjulit? Ta bojnë pyetjen. Vajle se e leka. Leka, nuk e di leka që shumë e mirë, po pse? Çka ka dallim pitja e Gjulit me pitet që shiten e për Lidli e Naldi? Nashta si janë pjek në mami jirë. Dio qashice Gjuli! Nashta si janë pjek në mami jirë. Jo, do të me thonë që është autentike, shqiptare, që në kërë kushtetëgërës nuk e banë për veç këso. Sa keni jo përqindjen e suksesit? Unë për vete, 50-50. Bravo, that's really good. Ti? Njejtë. Njejta? Sa vjetë puna një? Unë e goti një vjetë. BD, telemarketing, që 5 muaj. Bravo. Proboj punë viti 3 tash. Bravo. Ti për Gjermanisë ke ardha, po? Ja. Ja. E ti që sa vjetë? Unë përne kështë këtë komplet se 2 vjetë.
është të muj I tretë këtë që punoj. Bravo. Do më thonë e mbështot me shtofën shumë mirë. Për rezultatin e shitjeve këtu I kam 90-10. 90% shitja, 10%. Bravo, that's amazing, man. 90-10 është super mirë. Më varet krejt stofi që janë, nëse ty të përshtotet stofi, ku me ditë so me të bu bajat, ti ki me vazhdu se I të e kalu mirë me stofin këtë. Kjo është Stofi mirë. Stofi mirë, ambienti mirë I punës, veshin edhe vetë. E kom bo listën e Baby shower. Edhe e kam një listë super god. Vish këshëri sa shumë. Vish këshëri sa njërin e kom thirë. Për krejt shoqet e mija, Finland, Skandinavi, në Angli, Zvicër, Kosovë, në Shqipëri. Shoqëni a familjar, ç'është të bënë? Jo, ma shumë shoqe kam. Po veç e kom thirë, do të dje I kom hi telefonit, krejt I kom thirë, do të I thash nonës, thash thirrit ti, tha jo, tha qika jem, thash baby shower jo, tja tha thirrit ti. I hina, imagjina, do thot kritu ta bo, që për mua shumë e çuditshme se unë jepi shumë dashni edhe si të më thirin dikush mununa mja koldors me nejen, fejesen, ditëlindjen. Unë mendoj se për që ta thirret shoshnia dhe rinia. Me baby shower kena me festu, dy dashni të bukur, që po vinë jetë. Unë për vete tash që e di që më të shkute një Baby shower e dikujna. Unë po kam emocione, për shembull. Jo veçeti, po edhe nëse isha konti dikush tjetër, dyqysh është ndjesi e mirë. Oh my gosh, adin që kena organizu. Hajde zemër që do të regoj. Hajde ole motor që ta. Se dhe bashkëm vynë për dekor diqka. O zota, disa excited jam. Dyqysh, vish këshure që kena bo, do thot, e kena idejnë kjo anda dekorit Adelina. Anda, okej. Anda, edhe mi ka tërgu, tha, pëdën që shtonë që si në gjyra me shku, like, Neutrale. Unë I thash edhe këtë që tu I ka njetë mi prua jo, tortën e kena përësit, edhe më tha gjëllë tha, a mundesh me gjithë dikon një kauç të tjilë sofa, vich që sa bukur. Ta që do një akun bërë dikon në fejesa, më darë, më diku I shkon. Par ideja të mira për shumë, oh my gosh, që shtë tha tavoline me ta bo. Ta lullat, qirat, me kështo që kao që gjetom, që shto tha po ta bëj me perde, ta po të shumë sene që kanë shkrujt njerëzit, po pëse se ka marrë një timore. I ljumë të atyve që munën me marrë një timore, edhe unë e kësha marrë, po unë kom pot andër që me pot thjesht ADN tem, my DNA në fëmijët e mi. Hi zemër! Hi Onda! Gjuli, shiko, mas pari kërkoj shumë ndjes, se për shkak të angazhimit se zonës jena kom shumë kështu. Mos tani zemër se plotësisht kuptoj. Sot dorës ma I pote, sot 3-4. Jena mësu tash me ty tu. Rjete! Unë e të di paka shumë shlebi dhe kërdo të filluar nga koleksioni vintage. Që dominon gjyrinat, kisha si gjyru, do më thonë, me korn premium, duke përfshirë pasqyre. Yes. Sa ndonë kristali. Me lula, me qira. S'po më vritën, ade sa excited jam oj Adelin. Onë po thonë që si ke po me ajbe, e kimi partner. Dhe thë kjo është gjëja ma qesharoke që kam dëgju në herë është kur ti del publikisht edhe din që do paragjykohesh, vish fakti që unë e kom thonë edhe para një viti që ja kom fillu IVF-it, kam gjeru në spitalin Amerikan, janë të gjitha dhonat e mija, gjakut, procesit, ngrirje vezeve, të embrioneve, do thot, nuk e di, unë qysh mune njerëz dhe me mendu që unë po të kisha partner, unë gjithmonë kam qenë shumë transparente me publikun, sa herë që kam qenë e dashuruar, unë e kam publiku se me krenarie, kam tërgu që kjo është partneri jam, por unë jum rritë në Finland ku klasën e parë kur jum shku, unë jum kone, unë edhe Ilari, u kon ideal, pe 33 zonësër që jenë kon dhe vetëmit që kanë po të prind bashkë, këtë tjertë jenë kon divorcun, ose jenë kon me half mother or half father, që I bjen gjys bob, gjys non, që partnerat e prindve të tymve ju kam bo prind. Edhe unë kam shumë shoqe që thonë, as du me ditë kush është boba jam biologjik, kur derisa unë mund ka rrit një bob I mrekullushëm, ose një non e mrekullushëm. Nisa Gjulin është ta martohet, gjen një partner super të mirë, donë me kanë prind bob për fëmijët e mi, why not?
të jetë nëna më e lumtur, edhe pse nuk kam dyshim as pak që kam e qenë personi më i dashur, nëna më e mirë në rrugtimin e saj të më të qetshëm në jetë. Baby shower në fakt ma herët të tregoj shoqës se baby shower për herë të parë që kam shku ka qenë 2001 në Amerikë këto që i bajnë çdo kohë, po është një vend që ja vlen për secilën nanë e re, edhe me të bu shoshnin, edhe me nda gëzimin, edhe me nda përvojat të shtatzanisë, të lindjes, kështu është një ndjenjë e mirë. Nuk kam mujtë me bo nanë deri në moshën 44 vjeqe, por ka qenë përmes IVF, in vitro, tretmanet. Kur kam dëgju për herën e parë për këto tretmane, unë kam refuzu se më ka duk diçka që s'është normale, nuk është natyrale, mirë po faktikisht duke hulumtu, duke bisedu me mjek specialistë ndryshëm, e kom pasë është një proces që ja mundëson atyre grave të cilat me të vërtet dojnë të jenë nana. Suomessa kaikki nämä IVF-hoidot on ollut ihan normaaleja jo monta kymmentä vuotta. Ja tämä, mitä Julie nyt teki, niin on todellakin ihan tavallista meille suomalaisille. Siellä on tämä mahdollista kaikille yksinäisille ja pariskunnille ja kaikille. Vitet tona që njerëzit me vlerë i kam jetë dhe janë shumë e bekume dhe shumë e plotësume me njerëz si jo. Motra ka orë pej Finlandë sot surprizë më kohë një 2 orë. Që një aplauz për motrën tëmë. Shumë që jam pej Finlandës ka orë. Edhe më ka bo shumë kjumëtur, do të të një orë ku më shilët. Problems like a babe, want me to solve them. Keep peeping about your problems like a babe. Yeah, you keep peeping about your problems like a babe, want me to solve them. Keep peeping about your problems like a babe. Keep on living, 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 keep on. Edhe është një lojë që thirret mos e moj bebe në dorë. Your finger, I tell you no way, girl, you're going down, I'm shouting timber. Wanna be rewarded for being loyal, loyal. Let me give you something for being spoiled, spoiled. Just to get everything you demanded, all of those things you took for granted, unfortunate. Yes, baby! Motër, a je ka donë pampersa dhurat, apo donë bibsa, cusla pi bjen, për ndryshe, apo donë pare, apo donë shminka. Po du një dhurat për ty. Se për mu? Po naj cusla naj sakë. Dhurata me modja për mu është që jeti kësot këto. Kështë që për të aja pipe i zenoksit, se je make-up artiste, kështë që make-upa. Kështë që make-upa. Bravo për lojen. Me lojen e dytë. Loja e dytë është pak më... Do të më matë pak më. Duheni me parku karrocën në qatë vend, ama me sy të mbyllur. Santi, se gjithë jeta ime ka përfunduar duke i ruajtur mbesat dhe një të mi. Unë e tash, masi e kom qikë t'hollës, ti bjen konflikti të resi, po dorën zemër, Tina ke masafërte. Hajde Tina! Okay, do your thing. Loja është kështu, ju duheni me ja qëllu sa ja mërmenja, që është momentalisht barku i Gjulit, kështu rresi komplet. Që në mirë. 86? 85. 75. 75? 88. Ti që i ki shoqe shumë të mirë që po thu, sa edhe njerë po të hapi edhe një shancë? 88. Dikon që është 92, 96.
93. 95. Hajde, kush është mas afër ti? Unë e po thëm një 94 anaj sens për di pjafuti, masi veç kom nejt me to. Jo, du ma por zemra jame. Po e mikrofoni këto. Qëra? 92. 91. 92 e qillova. 92! Nuk është fere dita mi marrë të dhuratën. Okej, jep një e ditës dhuratën, edhe e dita po me gjithë mjonën, pri qika mi adhon dhuratën e me. Okej, po du valsijes mi adhon dhuratën. Okej, për valsije një dhuratë. Cilami? Emrat për djalin e Gjulit janë Djell, Troje me y në fund, Jone, Hasan edhe Mire. Ndërsa për qika janë Nora, Dua, Hana, Lore dhe Klea. Na lumenone, pisili edhe një qështu, këshirë, Troje dhe Klea. Troje dhe Klea është propozimi i parë. Okej? Qa po mendoni jo? Djeli Hana. Tash, po eftojmë nonën e këtyne dy engjëjve, që edhe shumë pak kanë me ardhë, me nga tregu, qa është e vërteta? Tan. Atëherë, kogja shumë tavolina kanë thonë njëjtën gjë. Fatkeqësisht i kena vetëm dëcuslla. Që që tregomnin tavolin kush është të bo gjyshe ose non, të jepi dëcuslla dhurat, që një dore nalt. Keep bitching about your problems like a bitch want me to solve them. Keep bitching about your problems like a bitch. Yeah, you keep bitching about your problems like a bitch want me to solve them. Keep bitching about your problems like a bitch. Keep on bitching. 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 Keep on. Sa përfundojnë baby showerin, jam knaq shumë. Do shta vish me ju tregu paka shumë se shfëndjesi e bukur ka qenë sot, mi pa këtë familjarët e mi, shoqërinë time nga Londra, Finlanda, Zvicra. Mbi të gjitha, ma bëri surprizë motra që ka arsat për Finlandës, edhe shoqet e mia pej Londrës edhe pej Finlandës edhe pej Zvicrës, kështu që për mu ka qenë. E do të thotë, këto janë toket e mia, mirë këto, që ka një hjek sot, 6 orë nuk i kam hjek për kamës, dhe më nëshme kuptu sa toke ka, por që 6 orë jam duke kërcyr dhe valzuar, sepse ju kanë shumë e lumtur. Vish du mi u thonë që fandit të gjitha ta që jeni mirë me Gjulin, po unë mirëna me lumëturin time dhe me këte që përris po i rriti dy brenda meje. Kjo është suksesi e maj madhë. Kat! Këtë s'muj me ju marrë me veti, kështë që natën i mirë.